Në dosjen e prokurorisë së posaçme antikorrupsion në lidhje me grupin e strukturuar kriminal të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, ka edhe dëshmi tronditse që kanë të bëjnë me rrëmbimin dhe mbajtjen peng të Geron të Meçës, biznesmenin që garonte me tenderat e Akshit. Vetë biznesmeni në datën 22 gusht të vitit 2025 është marrë në pyetje nga prokurorët e SPAK, ku ka treguar me detaje se çfarë ka ndodhur në 6 orë rrëmbim. Vetë Meçe tregon se kanë qenë 4 persona të cilët janë shtirur sikur ishin agent të Byros Kombëtare të Hetimit. Ai tregon se fillimisht i kanë besuar, pasi janë drejtuar duke i thënë: "Jemi SPAK-u, duhet të vish me ne, hyr në makinë." Meçi tregon më tej se në këtë moment nga dera mbrapa ka dalë një person i dytë, i cili ka hapur vendin për të futur brenda. Nuk ka qenë as ky i maskuar në fytyrë, por ishte pak si i shëndosh, veshur me bluzë si ato të policisë. Më pas ditë biznesmeni ka parë brenda në makinë që ky person ka patur të veshura gjinse të zeza. Në ato moment ka hyrë edhe personi i tretë në makinë nga krahu i majt i tij, i cili kishte veshje të njëjtë me personin e dytë, me gjinse të zeza dhe me bluzë si të policisë, i shëndosh por pa maskë, fytyrë rrumbullakët, të cilën është në gjendje ta identifikojë lehtësisht. Në makinë ndërkohë ishte edhe një person i katërt, shoferi i automjetit Range Defender. Ndryshe nga tre të parët, ky ishte i maskuar. Ai urdhëron një prej pengmarrësve që të merrte 2 çanta, të cilat Geron të Meçës sapo i kishte futur në bagazhin e makinës së tij. Në momentin që merren çantat, Meçe pyet: "Keni ndonjë letër, ju lutem? Ma jepni." Personi i parë që ishte në vendin e pasagjerit para i thotë që është i arrestuar dhe urdhëron personin mbrapa në të djathtë të Gerondit t'i vinte prangat. Meçe i thotë se duhet të telefonojë në familje. Në dosje thuhet se personi i parë i thotë që letra do të japin në komisariat, ndërkohë që makina lëviz për të dalë nga oborri i pallatit. Personat mbrapa tentuan të vënë prangat, por fakti që personi i dytë nuk dinte t'i vinte prangat dhe ka ndërhyr personi i tretë ka bërë që deklaruesi të dyshojë që këta nuk ishin punonjës policie apo të Byros Kombëtare të Hetimit, siç u prezantuan. Ishte ora 11:20 kur janë gjendur një shesh të madh afër fshatit Gracen, pas britur në qytetin e Elbasanit. I thonë të dalë jashtë nga makina dhe me insistim i kërkojnë kodin e telefonit, i cili refuzon ta jap. "Ne po të kërkojmë të bashkëpunosh, jo si me kodin, se në të kundërt ke plumbim në kokë", i thot njëri prej pengmarrësve, teksa i tregonte armën që kishte në brez. Tjetri nxjerr pistoletën nga brezi, fuste dhe nxirrte karikatorin, duke i thënë: "Do bashkëpunosh apo si e ke?" Ata e pyesin: "E njeh këtë letër?" Fillimisht i thot jo, por e kupton se për çfarë bëhet fjalë. Pengmarrësit i thonë që janë tendera që ti ke ankimuar dhe duhet të tërhiqesh, nuk kemi punë me lekët e tua. Biznesmeni ju ka treguar agjentëve të Byros Kombëtare së SPAK-ut se përmes telefonit të tij ata kanë marrë administratorin e kompanisë ABC Shkëlqim Kërluku, ndërsa dyshon se një person i pestë ishte afruar me një makinë Volvo në vendin e ngjarjes. Ata e kanë futur në makinë, i kanë kthyer telefonin dhe e kanë lejuar të flasë me gruan dhe të tjerët që e merrnin. Ora kishte shkuar 15:10 dhe në këtë moment pengmarrësit e konfirmojnë që në asnjë komisariat nuk kishte denoncim nga familjarët e Meçës. Presin edhe 1 orë 20 minuta, futen në makinë. Pas 6 orësh pengmarrje, e zbresin tek rreth rrotullimi që të çon direkt për në autostradën Tiranë-Elbasan në afërsi të Bradasheshit dhe i thonë: "Nuk duam probleme nga ty, nuk duam denoncime, në të kundërt do të vrasim ty, grua, motor e nën, se babati nuk ke." Ky ishte kontakti i fundit që Geron Meçe thotë se pati me pengmarrësit e tij, ndërsa denoncim thotë se nuk bëri, sepse në drejtori i policisë së Tiranës, Erjon Ismaili, kohë më parë, nëpërmjet një personi që thotë se nuk i kujtohet, i kishte kërkuar të qëndronte sa më larg nga Akshi.